Autoritetet malajziane po hetojnë lidhur me vrasësit e liderit koreano verior Kim Jong-un, i cili u elmuaj një ditë më parë duke humbur jetën. Mediat koreano-jugore njoftuan se 2 gratë, të cilat kryen këtë krim ndaj gjysmëvëllait të liderit të Koresë Komuniste, mund të ketë vdekur, lajm i cili nuk është konfirmuar në mënyrë zyrtare. Rrjeti britanik BBC shkruan se njëra nga autorët e dyshuara të krimit është arrestuar në Malajzi, duke ju referuar mediave vendase. BBC raporton se njëra nga autorët e dyshuarat u prangos në aeroportin e kryeqytetit të vendit Kuala Lumpur, ku Kim Jong-nam mbeti i vdekur. E dyshuara u identifikua nga pamjet e kamerave të sigurisë në aeroport. Malajzia në fakt duhet të konfirmojë nëse personi që gjeti vdekjen në aeroport për shkak të elmimit është Kim Jong-nam, gjysmëvëllai nga babai i liderit koreano verior, pasi raportohet se ai po udhëtonte me një emër tjetër, por qeveria e Koresë së Jugut është e sigurt se bëhet fjalë për vëllain e liderit komunist, ndërkohë Korea e Veriut nuk ka bërë asnjë koment lidhur me këtë ngjarje. Kim Jong-nam ka kaluar kohë të konsiderueshme jashtë Koresë së Veriut, shteti i izoluar, dhe ka kritikuar dominimin e familjes së tij në vend. Ai besohet se ka qenë në të 40-tat dhe është djali i madh i ish liderit të Koresë së Veriut, Kim Jong-il. Mediat e Koresë së Jugut bën të ditur se ai ka punuar në Ministrinë e Jashtme të Koresë së Veriut dhe ka punuar shumë rreth konfliktit me Japoninë. Gjithashtu raportohet se një pjesë të shkollimit e ka kryer në Japoni.